Zjerm. Për zjerm, kurse si e kena kompozuar zjerm, sa ishte Beatrice. Se kena bërë në lyshe. E zjerm po, konoll që zjerm e kam kolla më ka postirë, më ka thonë, provoj me shkruaj këngë për festival, provojmë këtë vit që kishim kry, do thonë regjistrime edhe shkrimin e këtij albumit. Po këta këngë kur ta pojnini, ta po e kuptoni se nuk janë fort për festival. Do të thonë ka një mënyrë, ka një strukturë që nuk është festivalore. Atëherë kur më thirrën, më tha provo me fillu me shkruaj këngë për festival. Unë fillova me shkruaj zjerm, ja nisë demon tim. Më ishtu, vazhdume prap të ja nisë. Teksti i zjerm është bërë nga pjesa jeme është e jemja. Pjesa e Kolës është bërë nga Lex. Lex nuk është që është Lex. Familja tek Leka. Përshëndetje Lek. E di që po i kushtonin pak vëmendje dy protagonistëve, po për mua teksti është, nëse do më pyesnin, teksti vjen gjithmonë para muzikës, sado që muzikaliteti është ajo që na tërheqë para. Zjerm bie mbi vallet tona tribale, a? Po si. Ajo pjesa është një pjesë që për mua ka një mesazh aq të fortë sa nga ai euforizmi që ty të kap me strofën dhe me refrenin, ti ke një moment reflektimi. Paktën si dëgjues ti thua prit një sekondë se disa gjëra me rëndësi u than këtu. Po unë kam shkruar, por apo unë për marrëdhënies që kam me gjuhën. Edhe kryesisht me gjuhën që po flas edhe tash, me dialektin geg shkodranisht. Cilën e flasim të tretë. Do të thonë edhe Beja dhe Kola. Nuk e di janë kujtu në gjusit. Kanë kuptu. Kanë frikë nuk e kanë kuptu. Edhe kjo gjuhë, do të thonë, ka një komponent të mbrëmshëm fonetik, muzikor shumë fort, e cila u lidhte ngushtë edhe me timbrin që ka Kola. Shumë. Me narracionin që kishte fillu me ndërtu Beatrice, me komplet imazhet e saj, siç e kam thënë një intervistë tjetër, më edenike, më të pastra, më ideale. Edhe të momenti i Kolës u bate nevojshme edhe prej zhvillimit muzikor me sintetizatorat e tjerë, me u fut një diçka i fije më art, i fije më shkunce në kuptimin. Diçka që mandej i ruan gjurmë të eposit ton, të letërsisë ton epike, deri tek ajo më moderne, më hermetike, ku si thosh gjanat fillojnë me met më të kriptume dhe janë më ikanake, por që të lanat shihen e përjetimit dhe sensacionit. Edhe këtë sens është përdor fjala zjerm, sepse ka i diçka përfshise, do të thonë të mbrëmshme. Tu i kanë edhe fan sa unë të pak një muzikë pak më rock, hard rock, pëlqete me pas një komponent fort, deri diku migenian, kuptimin e thirrmor të fjalës, një revoltet. Po që mandej Kola e zhvillote me teatralitetin e vet statik. E kërkuj si ka shkuar në nësjash migenian. Që është bërë viral.